Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah në falenderojmë, selamet dhe salavatet qofshin për me të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Jemi duke folur në lidhje me kushtet e imanit dhe pasi që kemi shpjeguar në detaje afërsisht kushtin e parë më të rëndësishëm, besimin në Allahun e Lartësuar. Pastaj kemi shpjeguar në dy derse në lidhje me besimin në melajket. Radhës është të flasim për profetët. Allahu i Lartësuar, kur i ka radhitur kushtet e imanit, i ka përmendur në shumë ajete dhe po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe. Besimi në profetët është shumë i rëndësishëm për shkak që ka të bëjë saktësisht me njohjen tonë ndaj Allahut të Lartësuar. Se ne nuk kemi mundësi me njoft Allahun e Lartësuar përveç se përmes shpalljes, dhe atë shpallje Allahu i Lartësuar i ka zgjedhur të dërguarit e vet në mënyrë që na njoftojnë në lidhje me Allahun e Lartësuar. Rëndësia e kësaj baze të imanit, e kësaj shtylle të imanit është e jashtëzakonshme. Allahu i Lartësuar e përmend në Kur'an që ata që besojnë në Allahun duhet patjetër që të besojnë edhe në librat, në melajket dhe në të dërguarit. Dhe nuk i lejohet askujt prej besimtarëve ta mohojë asnjë prej profetëve. Edhe do ta tregojmë tani në këtë gjërat se si është mënyra ose si ti besojmë ne pejgamberët, çka duhet me besu në lidhje me profetët, çka duhet me pas parasysh. Thot Allahu i Lartësuar në Kur'an: "Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Këto dy ajetet e fundit të surës Bekare, në të cilën ne shpesh i dëgjojmë edhe i lexojmë. Thot Allahu, kanë besu të dërguarit në atë çfarë janë shpallur prej Zotit të tij dhe besimtarët. Të gjithë kanë besu në Allahun, në melajket, në librat dhe në profetët, në të dërguarit e Allahut të Lartësuar. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Amantu billahi wa rusulihi." Kam besu në Allahun dhe të dërguarit e tij. Dhe kjo është shprehje e pejgamberit që e shpreh besimin edhe në pejgamberët e mëparshëm, edhe në pejgamberët e mëparshëm. Me ixhman e të gjithë muslimanëve, me ixhman e të gjithë dietarëve, është që ai që i mohon profetët bën kufër. Ai që i mohon profetët bën kufër dhe del nga feja. Dhe këtu duhet kemi kujdes që se si ti besojmë profetët. Do ta shpjegojmë në vijim se si besohen pejgamberët. Pra, pejgamberi jonë i fundit, vula të gjithë profetëve është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne kemi për detyrë, jemi të obliguar ta besojmë pejgamberin ton, por njëkohësisht i besojmë të gjithë ata profetë të cilët na kanë njoftuar Kurani apo na kanë njoftuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe të sakta. Dhe ata pejgamberë të cilët nuk jemi njoftuar në detaje për ta, edhe ata i besojmë që kanë qenë të dërguar, qysh na ka njoftuar Allahu i Lartësuar. Në lidhje me rëndësinë e besimit në pejgamberët, Allahu i Lartësuar thot: "Innal ladhina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna yufarriqu bayna Allahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafirun haqqan." Allahu i Lartësuar thot në këtë ajet që është mjaft kërcënues ndaj atyre të cilët disa pejgamber, disa profet i besojnë dhe disa të tjerë i mohojnë. Thot Allahu në këtë ajet: ata të cilët e mohojnë Allahun dhe të dërguarin e tij dhe dojnë me bëu dallim mes Allahut dhe të dërguarit të tij dhe thojnë disa pejgamber i besojnë, disa pejgamber nuk i besojnë. Dhe këtu Allahu thot dojnë që me zgjedh rrugën e tyre, dojnë mi dallu rrugën, thonë ulaika humul kafirun haqqan. Këta janë jo besimtarët e vërtet. Këta janë mohuesit e vërtet, të cilët disa pejgamber i besojnë, disa jo. Shembulli i tyre është shembulli i ahlul kitabit, i besojnë pejgamberët e tyre. Mirë, por nuk e besojnë pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe pse në librat e tyre janë të njoftuar dhe kanë qenë të njoftuar në hollësi se do t'ju vjen një pejgamber i quajtur Ahmed, i quajtur i lavdruari, që ka kuptimin e emri Muhammed sallallahu alaihi wasallam, megjithatë e zgjedhin që mi besu disa pejgamberëve të tyre dhe nuk e besojnë pejgamberin e fundit. Ndërkohë besimtarët, Allahu i Lartësuar thot, pasi që e tregon kërcënimin ndaj jo besimtarëve, thotë: "Wa'tadna lil kafirina 'adhaban muhina." Ndaj jo besimtarëve kena përgatit dënim të ashpër, dënim të tmerrshëm. Ndërkohë besimtarët Allah i përshkruan në këtë formë. Edhe këtu duhet me pas parasysh se ne nganjëherë e largojmë mendjen, e largojmë nga mendja shpërblimin që e merr dikush kur e beson Allahun në mënyrë të saktë. Shpërblimin që Allah i Lartësuar ka premtuar
për dikon që e beson Allahun dhe adhuron me akide të pastër dhe të saktë. Thot Allahu: "Walladhina amanu billahi wa rusulihi", dhe ata besimtarë, të cilët e besojnë Allahun dhe profetët e tij, të dërguarit e tij. "Wa lam yufarriqu bayna ahadin minhum", dhe nuk bëjnë dallime në mesin e tyre. Pra nuk bëjnë dallime, disa mi pranua, disa mi mohu. "Ulaika sawfa yu'tihim ujurahum", këta të tillë, ta besimtar, Allahu i lartësuar do t'ju jap shpërblimin e tyre. Pra me besu Allahun, me besu pejgamberët, kish shpërblim prej Allahut të lartësuar. "Wa kana Allahu ghafurur rahima", dhe Allahu është gjithfalës dhe është mëshirues. Pra e merr edhe faljen dhe mëshiren e Allahut të lartësuar. Në lidhje, kjo është domethënë gjendja e besimtarit. Me besimin e tij i merr gjitha këto shpërblime. Para se me fol në lidhje me profetët, është e udhës që ta bëjmë një parahyrje në disa pika të shkurtra në lidhje me rëndësinë në besimin tek pejgamberët, në profetët. Pra, ar-rusul apo al-anbiya të dërguarit, zakonisht në gjuhën tonë përdoret sikur pejgamber, që nuk është shqipe, mirë po është fjalë e përjardhur, nuk ka problem domethënë ti thojmë pejgamber, nuk ka as që s'ka problem domethënë profet. Nga se ne e përdorim këtë shprehje ashtu qysh e përdor populli, mirë po kuptimin e saj e kemi ashtu qysh Allah i lartësuar ja ka dhënë të dërguarit, se kush janë të dërguarit apo profetët apo pejgamberët, sikur emën i njohur i zakonshëm në mesin tonë. E para se më fol për pejgamberët, është që ta dijmë që nevoja e njerëzve për njohjen e pejgamberëve është jashtëzakonisht e madhe. Madje nuk është e tepërt nëse thojmë që njohja e njerëzve ndaj pejgamberëve të tyre, njohja e njerëzve të shpalljes me të cilën kanë ardhur ta të dërguar, apo besimi në pejgamberët është më e rëndësishme dhe më e madhe, më e nevojshme për ta se sa nevoja për oksigjenin, se sa nevoja për diellin, se sa nevoja për ushqimin për pije. Nga se prej këtij besimi në pejgamberët, prej këtij besimi në shpalljen me të cilën Allah i lartësuar i ka dërguar, varet suksesi i tyre, varet përjetësia në xhenet apo Allahu na ruaj përjetësia në xhenem. Këtu e shohim rëndësinë në besimin në pejgamberët. Këtu e shohim nëse meditojmë një çështje, Allah i lartësuar përmes pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që në fund para kiametit do të shkatërrohet dunjaja dhe do të prishet çdo gjë çfarë Allah i lartësuar ka krijuar në këtë botë. Mirë po, para se më prish, çka i paraprin? Janë shenjat e mëdha të kiametit. Ndër shenjat e mëdha të kiametit është edhe ngritja e mushafave, ngritja e shpalljes, prej gjoksave të njerëzve, po edhe prej mushafave të shtypur, dhe do të largohet çdo gjë prej shpalljes së Allahut të lartësuar, dhe pasi që të vdesin të gjithë besimtarët, nuk ka më askush që adhuron Allahun e lartësuar, do të bëhet kiameti tek mbi kokat e njerëzve më të këqij, mbi krijesat më të këqija që nuk e adhurojnë Allahun e lartësuar. Këtu e shohim që kjo dunja ka vlerë në saj të shpalljes në të cilën gjendet në këtë botë, prej të cilës Allahu i lartësuar e ka marrë përsipër rujtjen e saj dhe na ka mri përmes të dërguarve të tij. Pra këtu e shohim që besimi në pejgamberët është një prej gjërave më të rëndësishme, më të nevojshme dhe që njerëzit kanë nevojë të njohin. Allah i lartësuar për mi vlerësuna këtë begati duhet ta njohim. Dikush nuk e vlerëson një begati vetëm atëherë kur nuk e njeh. E nënçmon atë begati, e në përkëmbat begati, edhe e merr si të mirëqen kur nuk e njeh, si jep hakin. Ndërkohë që Allah i lartësuar jo përkujton besimtarëve në Kur'an, që sa herë ta lexojnë, ta kujtojnë begatin që Allahu i lartësuar i ka përzgjedhur duke ja u dërguar një të dërguar, që është mëshirë për të gjitha botët. Thot Allahu i lartësuar në Kur'an: "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim." Allahu i lartësuar i ka begatuar besimtarët. Ju ka bëu favor, ju ka bëu nder të madh, ju ka dhënë shumë dhunti të jashtëzakonshme kur ju ka dërguar një profet nga mesi i tyre. Cili është roli i këtij profeti? I profetit ton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaihim ayati, ja u lexon ajetet e tij. Ajetet ja lexon Kur'anin. Wa yuzakkihim, dhe i pastron, i edukon, i dilir, i pastron pej mbetërinave të xahiletit, të idhujtarisë, jo pastron shpirtat, jo pastron zemrat, jo tregon se mundjet e zemrës, jo tregon se çysh ushqehet imani, çysh adhurohet Allahu i lartësuar. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, dhe ja mëson Kur'anin dhe sunetin. Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, ndonse më herët kanë qenë në humbje të madhe. Pastaj Allah i lartësuar misionin e pejgamberëve e përshkruan në një formë që është shumë ilustruese, të cilën për ditë e shohim ne errësirën edhe ditën.
Dhe Allahu i lartësuar thot: "Li tukhrijan nase min dhulumati ila an-nur", që ti nxjerrësh njerëzit nga terri në dritë, nga terri i devijimit, i mosnjohjes së Allahut, pa aftësisë që mi adhuru Allahun, mungesë të shpalljes, që mi dërgu në dritën e shpalljes, në formën se si mi adhuru Allahun i lartësuar. Po ashtu Allah i lartësuar përshkruan Musën: "En akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur", që ti nxjerrësh popullin tënd, njerëzit e tu, prej errësirave në dritë. Pra devijimin, Allah i lartësuar thotë errësira, jo një errësirë, errësira të shumta, devijimi të shumta, shmangi nga rruga e drejtë e madhe për në dritën e udhëzimit, në njohjen e Allahut të lartësuar dhe adhurimin vetëm të tij. Dhe thot Allahu i lartësuar: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", ty të kemi dërguar vetëm se mëshirë për mbar botët, mëshirë për mbar krijesat, mëshirë për mbar botët të cilët Allahu i lartësuar i ka krijuar. Kjo sa i përket pikës së parë. Pra nevoja jonë është e jashtëzakonshme për besimin në pejgamberët, njohjen e shpalljes me të cilën kanë ardhur. Pika dytë është që besimi i Ahlus Sunnetit në lidhje me pejgamberët i ka dy baza në të cilët i beson. E para, pejgamberia është përzgjedhje prej Allahut të lartësuar. Është përzgjedhje prej Allahut të lartësuar. Allah thot: "Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas". Allah i lartësuar përzgjedh nga me lajket dhe njerëzit të dërguar si profet. Dhe kemi përmendur kuptimin edhe tek me lajket të cilët Allah i lartësuar i ka zgjedhur disa me lajke me misione dhe me detyra të caktuara, njëjtë edhe për njerëzve. Çka ka rëndësi kjo? Rëndësi kjo që pejgamberia, kushdo që e pretendon arritjen e saj nuk arrihet. Nuk ka mundësi dikush me arrit pejgamberinë. Nuk ka mundësi le të izolohet, le të mediton jo me qindra vite, me mijëra vite. Nëse Allah kish më jap jetë, nuk mundesh me arrit gradën e pejgamberisë. Mundesh me arrit gradën e Siddiq, nëse Allah të jep sukses, edhe i merr sebepet edhe lut Allahun, të shahidit, vepër mirë më kon, po gradën e pejgamberisë, kjo është përzgjedhje prej Allahut të lartësuar. E dyta, në lidhje me pejgamberët, është që Allahu i lartësuar këtë pejgamberi, domethënë këtë përzgjedhje e ka përmbyll me pejgamberin tonë të fundit, që është Khatamul Anbiya wa Rasul, që është vula të gjithë pejgamberëve. Pse është quajtur vula? Se vula vendoset zakonisht në fund të një dokumenti. Pra është diçka që e përmbyll, nuk ka ndryshim në vargun e pejgamberëve. Është përmbyll vargu i pejgamberëve, pra i profecisë, me dërgimin e profetit të fundit që është dërguar për mbar njerëzit, me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pika e tjetër në lidhje me pejgamberët është që Allah i lartësuar këtë përzgjedhje në mesin e njerëzve e bën tek njerëzit më të mirë, me moralet më të mira, ashtu qysh i një populli i vet kur e ka përzgjedhur pejgamber. Dhe këta shohim nëse kthehemi tek pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, tek sira e tij. Çish ka qenë trajtimi i kurajshitëve para se me njoft Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për të dërguar Al-Amin, ka pas nofken, ofiqin, besniki, i sinqerti. Gjërat e vlefshme të çmura që i kanë pas ata, ja kanë besu. E kanë njoft që ai nuk rren asnjëherë, nuk ka bu asnjë vepër të turshme. Domthon ka qenë me një gradë të lartë të moralit dhe Allahu i lartësuar kështu i përzgjedh pejgamberët. Nga njerëzit më fisnik, njerëzit me edukatën më të lartë, më shembullor, dhe nuk shkon Allahu i lartësuar, nuk e zgjedh dikën që është njohur për vepra të këqija e pastaj të jetë ai pejgamber. Përkundrazi, e zgjedh njeriu më të mirë që njerëzit mos kenë justifikim, mos kenë me gjetë tmeta apo veset me mangësi, mi ofenduar, mi qortuar kështu me radhë, që qenë kështu. Mirë po njerëzit, Allahu i lartësuar ja zgjedh pejgamberin nga shtresa më e lartë. Jo nga më të pasurit, po nga moralet më të larta, më fisnikun. Dhe në lidhje me këta, Allahu i lartësuar thot: "Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata". Allahu është më i dituri se për kuj kë e vendos mi zgjedh për të dërguar, kuj ja shpall pejgamberin. Allahu i lartësuar është më i dituri dhe dituria e tij është absolute dhe është më i urti. Dhe Allah i lartësuar me urtësinë e tij dhe me dijen e tij e ka përzgjedh Musain që më koni dërguar, Isain që më qeni dërguar, pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam më qeni dërguar e kështu me radhë. Pra, besimi jon në lidhje me pejgamberët, pika parë ka rëndësia e jashtëzakonshme, nevoja jon për pejgamberët, pika dytë që Allah i lartësuar e ka caktuar që pejgamberia është përzgjedhje prej Allahut dhe jo fitim me merita apo me përpjekje prej njerëzve, dhe kjo përzgjedhje është përmbyll dhe kjo përzgjedhje
është nga njerëzit më të mirë, me moralet më të mira, me përshkrimin, me besnikrinë më të mirë, me cilësitë më të mira në mesin e atij populli. Pastaj në lidhje me pejgamberët, duhet ta kemi parasysh cili është misioni i pejgamberëve. Pejgamberët e kanë një mision. Të gjithë pejgamberët e kanë pasur një mision. Një sqaru argumentet popujve të tyre në mënyrë që të mos justifikohen tek Allahu i lartësuar, që nuk ju ka shku ndonjë pejgamber që më njoftua ata që më adhurojnë vetëm Allahun. Në arabisht quhet iqamatul hujja. Ka njëherë përkthehet në mesin tonë sikur më ngrit argumentin. Çka është fjala më ngrit argumentin? Më sqaru argumentin aq shumë, pra shpallin të vërtetën, që ai mos me pas mundësi mi mohu. Po me qenë i vetëdijshëm që është ka e mohon Allahun, është me vetë dëshirë është ka përzgjedh devijimin, duke pas mundësi që me besu Allahun dhe me adhuru vetëm Allahun e lartësuar për shkak të argumenteve të qarta. Pastaj argumentet dhe provat janë të ndryshme, janë prej shpalljes sikurse libri Kurani, apo janë mrekulli të tjera të cilet kanë pas pejgamberët të tjerë, apo edhe libra të tjerë të cilët i kanë pas pejgamberët e mëhershëm sikurse Torati, Injili, Zeburi, fletushkat e Ibrahimit, fletushkat e Musait, të cilat janë përmendur në Kur'an, për të cilën do të flasim në dersin e radhës, kur do të flasim për besimin në librat e Allahut të lartësuar. Pra, besimi, do të thotë misioni i pejgamberëve është që mi nxjerr njerëzit nga errësira në dritë dhe mi sqaru të vërtetat dhe argumentet që mos me pas ata mo justifikim, mos me pas mo arsye legjitime, me thonë tek Allahu i lartësuar që nuk e kemi ditë. Qysh arrihet kjo? Se pari duke njoftu, pejgamberët i njoftojnë njerëzit për Allahun e lartësuar me emrat dhe cilësitë e tij, jo mësojnë rrugën se çysh mi adhuru Allahun e lartësuar dhe i tregojnë se nëse ju adhuroni Allahun e lartësuar keni këtë problem. Nëse nuk e adhuroni Allahun e lartësuar keni këtë ndëshkim. Pra këto janë 3 pikat kryesore. I njoftojnë njerëzit për Allahun e lartësuar. Pika 2, jo tregojnë me mënyrën se çysh mi adhuru Allahun e lartësuar. Mund të thonë dikush, mirën e pini Allahun, po çysh mi adhuru? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli, falni namazin çu keni pa mu, kryeni haxhin çu keni pa mu duke kry haxhin. Edhe dispozita të tjera të cilat Allahu i lartësuar përmes pejgamberit tij na ka mësuar çu mi adhuru Allahun e lartësuar. Prandaj e shohim se ne nuk mundemi adhuru Allahun përveç se prej asaj çfarë na ka lehtësuar Allahu i lartësuar. Nuk mundemi me shpik na lloj adhurime të caktuara nëse se ka praktikuar pejgamberi. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kumtu mesazhin e Allahut me besnikrinë më të plotë. Dhe Allahu i lartësuar ka dëshmu në ditën e Arafatit, në haxhin lavdëmirës, çfarë ka thonë pejgamberi? Hel ballag, Allahumma shhad. A e kumtu mesazhin? O Allah dëshmo. Allahu i lartësuar ka zbrit shpall ajetin në të cilën thotë e kom përsos fenë e juaj, e kom përsos dhe jam i kënaqur që feja juaj të jetë Islami për fe. Dhe e treta më njoftu neve për shpërblimin. Çfarë shpërblimi merr ai që adhuron Allahun, e fal namazin dhe shpërblimet të cilët është i mbushur Kurani dhe hadithet me ato shpërblime dhe njëkohësisht me ato kërcënime se kush i shmanget rrugës së drejtë, se çka e pret, qysh e kërcënon apo e kanos Allahu i lartësuar atë jo besimtar nëse nuk i kthehet me adhuru Allahun i lartësuar. Tjetra pikë në lidhje me pejgamberët, pika e 4 është që profetët qysh prej fillimit kur Allahu i lartësuar i ka dërguar, qysh prej Ademit a.s. apo prej të dërguarit të parë Nuhit a.s. e deri tek vula pejgamberëve sallallahu alaihi wasallam, pajtohen në pika dhe kundërshtohen, dallojnë në disa pika. Pikat në të cilën pajtohen të gjithë pejgamberët, Nuhi, Shuaibi, Hudi, Salihi, Ibrahimi, Musai, Isa, të gjithë pejgamberët, të cilët i udhim emrat, apo edhe ata të cilët nuk i udhim, janë 4 pika në të cilët të gjithë janë të pajtimit. E para është në bazat e besimit. Të gjithë janë musliman, e adhurojnë vetëm Allahun e lartësuar në bazën e besimit në tauhid. E njëjësojnë Allahun e lartësuar dhe adhurimet ja kushtojnë vetëm Allahun e lartësuar. Pra, në bazën e besimit, në doktrinën, në akiden, të gjithë pejgamberët e kanë të njëjtë. Pa përjashtim. Dhe kjo me të gjithë konsensusin e të gjithëve. E dyta, në bazat e adhurimeve. Jo në detajet e adhurimeve, se namazi jonë me namazin e pejgamberëve të tjerë ka dallu, po në bazat e adhurimeve të gjithë pejgamberët janë të pajtimi, të gjithë janë të njëjtë. Pastaj në bazat e moraleve. Ajo çka është e moralshme tek feja jonë ka qenë e moralshme edhe tek fet apo tek pejgamberët e tjerë, tek legjislacionet e tjera, se të gjithë pejgamberët e kanë një fe.
feja islame. Edhe pse kanë mundësi, domethënë, me dallu në degëzime, në formën e adhurimit. Për shembull, në formën e namazit, në formën e dhënies zakatit, në formën e agjerimit e kështu me radhë, në dispozitat e caktuara kanë dallu. Mirë, po në bazë, në morale, në doktrinë, në akide, edhe në bazat e adhurimeve kanë qenë të njëjtë. Edhe tjetra, në rujtjen e domosdoshmërive. Të gjithë profetët janë të pajtimit që të ruhen ato domosdoshmëritë e para është të ruhet imani, jeta, të ruhet jeta, imani, mendja, pasuria dhe nderi. Zinaja ka qenë ndaluar, asnjëherë s'ka pas mundësi të jetë legjitime të asnjë legjislacioni më parshëm, të asnjë pejgamberi më parshëm. Ndërsa ku dallimi është në çështje degëzime në dispozita të caktuara në forma të detajeve. Pra në përgjithësi në vija të trashë të gjithë pejgamberët kanë qenë të unifikuar, kanë dalluar në degëzime. Allahu i lartësuar thotë: "Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja." Gjithë secilit për ju kemi bë shir'atan, formë të legjislacionit, formë të adhurimit të caktuar dhe rrugë të caktuar të adhurimit. Pra është fjala për degëzimet e adhurimeve, ndërsa në bazat e besimit, në bazat e adhurimit, në bazat e moralit dhe në bazat e rujtjes të domosdoshmërive, shkavorët e funksionimi i jetës, të gjithë pejgamberët janë të pajtimit dhe kanë konsensus. Pastaj në çështje me pejgamberët tjetër, çfarë është më rëndësi, se si ti besojmë pejgamberët, ne ose më na thon dikush, çysh është besimi juaj në pejgamberët? Pika e parë është që Allahu i lartësuar në lidhje me pejgamberët kërkojmë që ne t'i besojmë në përgjithësi dhe në detaje. Çka është fjala në përgjithësi dhe në detaje? Në përgjithësi i besojmë që Allahu i lartësuar ka dërguar tek secili popull nga një profet. E njohëm apo s'e njohëm ne. Prej këtyre profetëve të cilët Allahu i lartësuar i ka dërguar, 25 i ka përmendur në Kur'an. 25 i ka përmendur në Kur'an. Për disa të cilët nuk i ka përmendur në Kur'an, Allahu i lartësuar thotë: "Wa minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk." Disa prej profetëve ti kemi treguar ty lajmet e tyre, rrëfimet e tyre, disa prej tyre nuk ti kemi treguar. Dhe kjo e shohim që edhe në Kur'an, domethënë, përmenden disa profet veç me emrin, po kurrë nuk dinë për detajet e tij, po edhe disa të tjerë janë përmendur në Sunet, nuk janë përmendur në Kur'an, për të cilët do të flasim në vijim. Ndërsa Allahu i lartësuar thotë: "Wa in min ummatin illa fiha wa in min ummatin illa khala fiha nadhir." Secili umet, secili popull e ka pas nga një lajmëtar, nga një profet. "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut." Tek secili popull kemi dërguar nga një profet që e kanë urdhëruar popullin e vet që të adhurojnë vetëm Allahun dhe të shmangin idhujtarisë. Kjo nëse kthehen pra në historitë e njerëzimit, secili popull nuk i ka shku në dëshkimi vetëm se është dërguar së pari një pejgamber në mesin e atij populli. A kemi ne lajmin për ata pejgamber apo jo? Allahu i lartësuar me urtësinë e tij i ka përmendur në Kur'an vetëm 25. Vetëm 25 dhe kjo i ka përmendur në surën An'am, i ka përmendur 18 pejgamber përmenden rresht. Allahu i lartësuar thotë: "Wa tilka hujjatuna atayna Ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha." Dhe kjo janë dëshmitë të cilët ja kemi dhënë provat tona që ja kemi dhënë Ibrahimit ndaj popullit të tij. Narfa'u darajatin man nasha, ja ngrisim gradat kujt e dojmë. Inna rabbaka hakimun alim. Allah Zoti jot o pejgamber është hakim dhe është alim, i gjithë urtë dhe i gjithë dijshëm. Pastaj Allahu i lartësuar i përmend në vijim 18 profet, do thonë Ibrahimi, pastaj përmendet Ishaki, Jakubi, pastaj përmendet Sulejmani, Davudi, Sulejmani, Ajubi, Jusufi, Musa, Haruni, Yahya, Isa, Ilyasi, Eliesaa, Yunusi, Luti dhe përmbyllen, domethënë kjo është vargu ku përmbyllen 18 pejgamber. Pastaj është përmend në vende të tjera, është përmend Idrisi, Hudi, Shuaibi, Salihi, Dhulkifli, Dhunnuni, Ademi dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Me këta është 25 pejgamber. Pra ne në lidhje me besimin tonë në pejgamberët i besojmë në përgjithësi, që secili popull ka pas nga një pejgamber, i besojmë në detaje, në hollësi, në veçanti pejgamberët të cilët Allah i lartësuar i ka përmendur në Kur'an se këta kanë qenë të përzgjedhur prej Allahut të lartësuar dhe kanë qenë të dërguar tek popujt e tyre. Në lidhje me disa pejgamber tjerë, për të cilët ka diskutim në mesin e dietarëve, kanë qenë pejgamber apo kanë qenë njerëz të mirë, të devotshëm, në mesin e tyre është Uzejri, për të cilin hebrejt i atribuojnë Allahut të lartësuar, siç thonë krishterët për Isën, hebrejt apo njerëz grup sekt i tyre thonë që është biri i Zotit, anaudhu billah, çfarë deklarojnë ata Allahu është i pastër dhe i lirë nga ajo çfarë veshin.
Ozeri, ka qenë, pastaj përmendet Yusha ibn Nuni, përmendet në hadith, dhe kjo është saktë që ka qenë pejgamber, se Allahu i lartësuar ka nal diellin për Yusha ibn Nunin derisa ka rri për mishiru Beitul Maqdis, Kudsin. Khidrin, ka diskutim në mesin e dietarëve, mendimi më i saktë është që ka qenë pejgamber Khidri, kjo ka qenë në kohën e Musait alayhis salam, dhe takimin të cilën e lexojmë në surën Kehf. Pastaj është diskutimi për një pejgamber prej bijve të Ademit, Shith e ka pas emrin, është pejgamber apo jo, ka diskutim në mesin e dietarëve. Pra, në lidhje me këta, ne i besojmë tash edhe një herë, në veçanti ata pejgamberët të cilët i ka përmend, në përgjithësi ata të cilët nuk i njohim. Ka transmetime se sa ka qenë numri i pejgamberëve. Përmendën me një transmetim të Ibn Hibbanit, diku 124.000. Dhe ka transmetime tjera, 124.000 profet, el-anbiya. Në mesin e të dërguarve, ar-rusul, kanë qenë përmendën transmetime të ndryshme, 300-315, varësisht sa janë transmetimet e sakta prej domethënë numrit të dërguarve, e kaq janë përmend në Kur'an, pra 25, me diskutimin nëse i shtojmë Ozerin edhe Khidrin, mrrijim deri te 27-shi, pastaj Yusha ibn Nuni 28-shi, edhe ndonjë pejgamber tjetër që është përmend në hadithe. Pastaj e kemi në lidhje me pejgamberët, e besojmë të gjitha ato lajme që jemi njoftuar në Kur'an, që është motivator, është saktë, nuk kemi asnjë pikë dyshimi në saktësinë e tij, po ashtu ato rrëfime që janë përmendur në sunetin e saktë. Në sunetin e saktë. Pra, i besojmë ato hadithe që ne njoftojmë për lajmet për pejgamberët, që janë të sakta. Ndërsa transmetimet e Banu Israilëve, nëse bijnë ndesh me fenë tonë, besimi jonë ndaj transmetimeve israeliate që njihen, është kësaj. As nuk i mohojmë, as nuk i pohojmë. Jemi neutral ndaj tyre. Përveç nëse bijnë ndesh me shpalljen tonë, pi Kuranit, pi Sunetit, ato i mohojmë. Sikurse ka transmetime që nënçmohen pejgamberët apo shpifet për ta me cilësi të liga, me vese të këqija që janë nga shpikjet e njerëzve që janë trillime dhe sajesa, dhe nuk kemi asnjë bazë për to, dhe bijnë ndesh me dëlirësinë apo garantimin e Allahut të lartësuar për fisnikrin e këtyre profetëve. Pastaj kemi çështjen tjetër, se ne ndaj pejgamberëve duhet t'i madhrojmë, duhet t'i respektojmë. Në lidhje me madhrimin, të mos i ngrisin grada më të larta që Allah i lartësuar i ka ngrit, pra ata janë njerëz, janë robër, po janë të përzgjedhur me shpallje, janë të mbrojtur el-isme, që është kjo mbrojtja, në kumtimin e mesazhit, dhe janë të mbrojtur nga gjunahet e mëdha dhe gjunahet e vogla, me ndonjë lëshim prej tyre, ka mundësi me ndodh, mirë po Allahu i lartësuar i ka eduku dhe janë penduar dhe kanë kërku falje. Mirë po, me pas gjunahet mëdha, e me pas mos me qenë besnik në transmetimin e shpalljes së mesazhit, kjo bën ndesh me qëllimin e profetëve, dhe kjo është larg prej rrugës së pejgamberëve. Pra, bindja apo besimi, detyra jon ndaj pejgamberëve është që t'i madhrojmë, t'i nderojmë, t'i respektojmë, dhe kjo pavarësisht kush janë ata pejgamberë. Domethënë, pejgamberin ton, po edhe pejgamberët të tjerë të cilët jemi njoftuar në Kur'an. Duke nisur me Isain, Musain, Ibrahimin, Nuhin, edhe pejgamberët të tjerë. Pastaj besojmë në lidhje me pejgamberët gjithashtu që Allahu i lartësuar këta janë njerëzit më të mirë dhe në mesin e tyre kanë grada të ndryshme. Pra nuk do të thonë nëse kallëzojmë që pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam është më i miri, të tjerë nuk janë të mirë. Të gjithë janë më të mirë. Janë më të mirë se sa këtë njerëzit. Mirë, po në mesin e tyre dikush është më i mirë se sa tjetri. Allahu i lartësuar thotë: "Wa laqad faddalna ba'd an-nabiyyin 'ala ba'd." Disa pejgamberë kina privilegjuar mbi disa të tjerë. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Këta janë ata të dërguar të cilët i kena privilegjuar disa mbi. Në lidhje me privilegjimin apo dallimin në grada të pejgamberëve, së pari e besojmë që pejgamberët janë më të mirët e njerëzve, janë më të mirët se sa evlijat, se sa njerëzit e devotshëm, se sa njerëzit e ditur, këta janë më të mirët e njerëzimit. Pastaj, në lidhje me në mesin e pejgamberëve, kemi dallimin mes nebi edhe rasul. Ka diskutim në mesin e dietarëve se çka është nebi dhe çka është rasul. Ka diskutim se çysh përkufizohet, mbase më sakta Allahu e din më së miri, është që nebi është që në përgjithësi njerëzit
e kanë kundërshtu, ndërsa ar-rasul janë që njerëzit e kanë pranuar te një popull ka pas pranueshmëri më shumë. Pastaj në mesin e pejgamberëve ka pas dallim që janë ulul azmi min ar-rusul, këta 5 pejgamberët, Nuhi, Ibrahimi, Musa, Isa dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam Muhamedi, janë ulul azm, profetët e vendosur, dhe në mesin e këtyre 5 të vendosurve përsëri ka grada që është pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam më i miri, pastaj vjen Ibrahimi alayhis salam. E në mesin e këtyre treve të mbetur, Nuhit, Musait edhe Isait, ka diskutim në mesin e dietarëve. Një mendimi që është më i njohur është që të ndalemi, të mos e privilegjojmë asnjërin mbi tjetrin. Ka mendim të tjetër që e privilegjojnë Musën, pastaj Isain, pastaj Nuhin alayhis salam. Mirë po, kjo nuk është që ka shumë rëndësi në lidhje me besimin ton, por në përgjithësi i besojmë sikur njerëzit më të mirë, pejgamberët më të mirë, këta janë në mesin e ulul azm min ar-rusul. Pastaj to pika që i përmendëm më herët, këto vlejnë për të gjithë pejgamberët, e shtohet pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që e kemi obligim pasimin e tij dhe besimin e tij. Obligueshmëria jon ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është ti urdhërohemi, ti bindemi në ato çfarë ka urdhëruar, ta besojmë me vërtetësi në ato çfarë na ka njoftuar, edhe është vërtetuar ai transmetim i hadithit në mënyrë të saktë që na ka njoftuar. Pastaj të përmbahemi, të respektojmë ato gjëra që ne i ka ndaluar, dhe e katërta, ta adhurojmë Allahun vetëm me ato çfarë ai na ka mësuar me adhuru Allahun e lartësuar. Dhe për fund, sikur pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam dërgohej në kohën e ndonjë pejgamberëve të mëparshëm, e kanë pas obligim që të pasojnë edhe ata pejgamber Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Në hadithin të cilin shënon Imam Ahmedi thot: "Law kana Musa hayyan", sikur Musa të ishte gjallë dhe unë të isha dërguar si pejgamber, nuk ka pas zgjidhje Musaj vetëm se më pasonte mua. Vetëm se më pasonte mua. Pra secili pejgamber e ka pas për obligim që nëse dërgohet në kohën tënde vula të gjithë pejgamberëve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, e keni për detyrë që t'i bindeni dhe ta pasoni dhe t'i besoni. Kjo është në lidhje në përgjithësi në besimin në profetët, e në ligjëratën e ardhshme do të flasim në detaje në argumentet e profecisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat janë ato dëshmi që t'i bindemi, ta shtojmë bindje në zemrat tona që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është i dërguar dhe nuk është dikush një njeri i thjesht që ka trillu gjëra, dhe kjo me argumente të shumta, për të cilën dietarët kanë shkruar libra të shumta për delail an-nubuwa, ka si kapitull që njihet provat apo dëshmit vërtetuese të pejgamberisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E dëshmi, njëra prej dëshmive përveç Kuranit, që është dëshmia më e madhe, dëshmia është vetë jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje një prej dietarëve na thekë, nëse veç e merr një libër që është në formë fjalorit për librat që janë shkruar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, veç forma e jetë shkrimit në detaje, çush ka hungur, çush ka pi, çush ka flejt, çush u zgju, çush ka ecë, çush ka vrapu, detajet e jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mjaftojnë si dëshmi që të besosh që ky ka qenë i dërguar, i përzgjedhur dhe vula të gjithë pejgamberëve. E lemo, nëse kur ndalemi dhe shikojmë argumente të tjera për të cilat do të flasim në vijim, e lutim Allahun e lartësuar të na shtoj dije të dobishme dhe të na mundsoj pasimin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dhe pasimin e pejgamberëve të mëparshëm, dhe të na ringjallë me ta dhe të na bashkoj në xhenetet të cilat i ka përgatitur për besimtarët. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.